Alarmi për përhapjen e virusit vdekjeprurës Ebola po rritet në Republikën Demokratike të Kongos, ndërsa autoritetet shëndetësore raportojnë një shtim të shpejtë të rasteve të dyshuara dhe viktimave. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, deri më tani janë regjistruar 671 raste të dyshuara dhe 160 viktima, që besohet se kanë humbur jetën si pasojë e virusit. Autoritetet konfirmuan se 64 infeksione dhe 6 vdekje janë verifikuar përmes analizave laboratorike si rasti të Ebolës, ndërkohë Organizata Botërore e Shëndetësisë paralajmëron se shifrat reale mund të jenë shumë të larta pasi jo të gjitha rastet janë raportuar në kohë. Situata ka ngritur shqetësime edhe në vendet fqinje. Në Uganda, Ministria e Shëndetësisë bëri të ditur se janë identifikuar vetëm 2 raste të lidhura me qytetar nga Kongo. Njëri prej pacientëve ka ndërruar jetë, ndërsa tjetri rezultoi negativ pas trajtimit dhe vijon të mbahet në monitorim mjekësor. Sipas qendrave afrikane për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve, shpërthimi aktual nisi rreth 2 muaj më parë në provincën Ituri, në verilindje të vendit, pranë kufirit me Ugandën dhe Sudanin e Jugut. Ky konsiderohet shpërthimi 17 i Ebolas në Republikën Demokratike të Kongos, që prej vitit 1976. Ekspertët theksojnë se epidemia aktuale lidhet me një variant të rrallë për të cilin ende nuk ekzistojnë vaksina apo trajtime specifike, duke e bërë situatën edhe më alarmante. Virusi Ebola e njohur për shkallën e lartë të vdekshmërisë dhe përhapjen e shpejtë përmes kontaktit me lëngje trupore ose persona të infektuar, mbetet një nga kërcënimet më serioze shëndetësore në kontinentin afrikan. Epidemia e viteve 2014 deri në vitin 2015 në Afrikën Perëndimore shkaktoi mbi 11.000 viktima.